Prokuroria e posaçme ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar në gjyq 3 ish zyrtar, të cilët akuzohen se hynë në mënyrë të paligjshme në sistemet e SPAK-ut dhe përvetësuan materiale hetimore sekrete. Në qendër të hetimit qëndron ish punonjësi i Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit në Vlorë, Arnold Rokaj, i cili deklaroi se më 13 mars 2025, nga kurioziteti, ka tentuar të hyjë në faqen zyrtare të SPAK-ut dhe më pas ka arritur të depërtojë në emailët e 3 drejtuesve të sistemit gjyqësor. Ai ka thënë se ka përdorur fjalkalimin SPAK@2019, një kombinim shumë i thjeshtë dhe i lehtë për t'u gjetur. Ky fjalkalim u shfrytëzua për të marrë materiale hetimore sekrete. Materialet e sekuestruara përfshinin informacione mbi hetime ndaj zyrtarëve të lartë shtetëror, si Arben Ahmetaj, Damian Gjiknuri dhe biznesmeni Klodian Allajbeu. Rokaj i dërgoi këto dokumente ish drejtorit juridik pranë IKMT, Zambak Gjoni, i cili më pas ia përsolli një pjesë të tyre ish drejtorit të përgjithshëm të burgjeve, Agim Ismaili. Ky i fundit ka pranuar se i ka shpërndar materialet edhe tek persona të tretë. Prokuroria e posaçme ka mbyllur hetimet dhe ka çuar në gjyq 3 zyrtarët e pandehur. Për Zambak Gjonin dhe Arnold Rokajn është vendosur masa arrest me burg, ndërsa për Agim Ismailin është vendosur hetim në gjendje të lirë. 3 ish zyrtarët u arrestuan në flagrancë më 13 mars 2025 në akuzat për ndërhyrje në sistemet kompjuterike dhe zbulimi i akteve ose të dhënave sekrete, duke theksuar edhe një herë rrezikun e sigurisë së informacionit kur përdoren fjalkalime të dobta.